Një histori ka bura që ngren kombe dhe ka kombe që harojnë burat që i ngritën. Ky është rasti një shqiptari, i lindur në skajin më të perënduar të perandorisë osmane, i cili jo vetëm që do ndryshonte fatin në një provincë të harruar, por do të vendoste themelet e një shteti të tërë, Egjiptit modern. Emri i tij ishte Mehmet Ali Pasha, një djalosh nga Kavalla, me rënjë nga fshati i Zëmblak i Korçës, që nisi si tregtar duani dhe përfundoi si guvernator, mbret, reformator, sundimtar absolut dhe themelues i një dinastie që do të qeveriste Egjiptin për më shumë se një shekull. Në kujtimet e një diplomati francez, Muhamet Aliu thoshte: "Jam shqiptar dhe do të vdes shqiptar, edhe pse u përpoqja të bëhem një egjiptian i mirë." Kjo vetdije e identitetit të tij, edhe në majat e pushtetit, mbetet një ndër dëshmitë më domethënëse të shpirtit të një figure që historia shqiptare shpesh e haron, por që historia botërore e përkul me respekt. I lindur me 1769, në një kohë kur Europa po formohej mes rënojave të mesjetës dhe ngjitjes së Napoleon Bonapartit, Mehmet Aliu rritej në një qytet portual që gëlonte nga kontrastet, Kavalla, një vend me tregti të lulëzuar, ku shqiptarët, grekët dhe turqit përballeshin për pushtet lokal. Babai i tij vdiq herët dhe ai u rit në kujdesin e një zyrtari lokal, i cili pa tek Mehmet Aliu diçka më shumë se thjesht një djalosh rebel. Në moshë të re, udhëhoqi një batalion shqiptarësh për të shtypur një rebelim të fshatarëve grek që nuk paguanin taksat. I riu nga Zëmlaku u tregua i ashpër, i vendosur dhe efektiv. Kjo i hapi dyert e karrierës ushtarake. Por rruga drejt lavdis nuk kaloi nga Rumelia, kaloi nga Egjipti. Në fillim të shekullit të 19, Egjipti nuk ishte një shtet. Ishte një grumbull pronash feudale nën kontrollin e mamlukëve, ish mercenar të kthyer në Beler, që luftonin mes tyre për pasuri dhe ndikim. Kur Napoleoni pushtoi Egjiptin në vitin 1798, mamlukët u shpartalluan dhe perandoria osmane e kuptoi se kishte humbur kontrollin real. Pikërisht në këtë moment kritik, Mehmet Aliu mbërriti me një kontingjent shqiptarësh si pjesë e forcave osmane që po përpiqeshin të rimerrnin provincën. Në këtë tokë të djegur nga lufta, ai pa mundësi dhe filloi të lëvizte fijet me mjeshtëri. Në fillim duke përdorur osmanët për dëbuar francezët, pastaj duke përdorur shqiptarët për dëbuar osmanët, e më pas duke përdorur mamlukët për të marrë pushtetin, dhe në fund duke i masakruar ata në mënyrë spektakolare në një nga tradhtitë më të famshme politike të lindjes së mesme. Në vitin 1805, populli i Kairos dhe ulemat e qytetit e shpallën zyrtarisht të valit e Egjiptit. Sultani nuk ishte zgjidhje tjetër veç se ta aprovonte. Ndryshe nga shumë pashallar të tjerë të perandorisë osmane, Mehmet Aliu nuk kërkonte vetëm të pasurojë, ai kishte një vizion. Në një tokë ku shteti nuk ekzistonte, ai ndërtoi nga e para një aparat qeverisës, monopolizoi tregtinë e mallrave strategjik si pambuku dhe gruri, ndërtoi fabrika, krijoi arsimin shtetëror, përktheu libra europian në arabisht, dërgoi të rinj egjiptian për studime në Paris dhe Istanbul. Por arma e tij më e fortë ishte ushtria. Pasi eliminoi mercenarët dhe bashkë i bazoukët e pabes, krijoi një ushtri të re moderne, sipas modelit francez, të udhëhequr nga kolonelë evropian që më vonë u konvertuan në islam. Në këtë ushtri, për herë të parë, rekrutoheshin fshatarët egjiptian, duke i kthyer ata në qytetar dhe jo thjesht taksapagues të paemër. Ai gjithashtu kontrolloi klerin, veçanërisht Al-Azharin, për ta vënë në shërbim të shtetit dhe jo të agjendave të huaja. Ishte një diktaturë moderne e ndërtuar mbi meritokraci dhe frikë. Egjipti Mehmet Aliut nuk ishte më thjesht një provincë, ishte bërë një fuqi, dhe ai nuk ishte ndërmend të ndalej. Ai dërgoi ushtri për të nënshtruar Arabinë Saudite, ku doktrina vehabiste rrezikonte rendin fetar dhe autoritetin e kalifatit osman. Në vitin 1818, forcat shqiptaro-egjiptiane pushtuan në Diriyah,
kryeqytetin saudit, dhe kapën Abdullah ibn Saudin, i cili më pas u ekzekutua në Stamboll. Më pas, Mehmet Aliu dërgoi ekspedita në Sudan, duke themeluar Khartoumin si kryeqytet dhe duke shtrirë ndikimin deri në kufijtë e Etiopisë. Dhe kulmi erdhi me ndërhyrje në Greqi, ku i biri i tij, Ibrahim Pasha, shpartalloi kryengritësit grek në more, por ndërhyrja e fuqive perëndimore e ndaloi këtë avancim. Në Navarino, flota egjiptiane dhe osmane u shkatëruan. Greqia fitoi pavarësinë, por Mehmet Aliu kishte fituar diçka më të madhe, respektin dhe frikën e Evropës. Kur sultani refuzoi kërkesat e tij për Sirinë, Mehmet Aliu ngriti flamurin e revoltës. Në vitin 1831, ushtria e tij pushtoi Gazën, Jeruzalemin, Damaskun dhe Alepon, duke u ndalur vetëm kur trupat ruse u futën në Bosfor për të mbrojtur Stambollin. Në këtë pikë, fuqitë e mëdha negociuan një marrëveshje. Mehmet Aliu do të njihej si sundimtari i Egjiptit, Sudanit, Sirisë dhe Kretës, në këmbim të tërheqjes nga Konstantinopoja. Ky ishte kulmi i fuqisë së një shqiptari që kishte filluar jetën si tregtar duani dhe kishte përfunduar duke kontrolluar 1/3 e botës arabe. Pas vitit 1840, fuqitë evropiane vendosën të ndalojnë avancimin e tij. Britania dhe Austria organizuan një ndërhyrje ushtarake që detyrohej të tërhiqej nga Siria, por askush nuk e preku më fronin e tij në Egjipt. Në fund të jetës, Mehmet Aliu vuante nga demenca. Vdekja e të birit, Ibrahim Pasha, e theu shpirtërisht. Por dinastia që ai ngriti, dinastia shqiptare e Egjiptit, do të sundonte vendin deri në vitin 1952. Kur një grup oficerësh nacionalist, të udhëhequr nga Gamal Abdel Nasser, përmbysën mbretin Faruk dhe shpallën republikën. Mehmet Ali Pasha nuk ishte një figurë e zakonshme. Ai ishte strateg, diplomat, mizor dhe vizionar njëkohësisht. Shqiptar nga gjaku, perandor nga ambicia, reformator nga bindja. Një burr që nuk pranoi të ishte një rot brenda makinës osmane, por zgjodhi të ndërtojë një makineri të re dhe ta vërë emrin e tij në motor. Nëse perandoria osmane ishte në agoni, Mehmet Aliu ngriti një projekt të ri politik, ekonomik dhe ushtarak, që i parapriu nacionalizmave arabe, turke dhe afrikane. Ai ishte pararensi i shumë ndryshimeve që bota arabe do të përjetonte në shekujt pasues. Sot, ai njihet si babai i Egjiptit modern, por për ne shqiptarët, ai është dhe një tjetër provë se në cepat e erët historisë, ndonjëherë del një djalë nga zëmlaku që ndryshon botën. Faleminderit që ishit me ne në këtë udhëtim historik. Për më shumë kontent intelektual, mos harroni të bëni subscribe. Shihemi në episodin e radhës.